Dita e zgjedhjeve ishte një ditë e bukur, një ditë feste për shqiptarët që votuan për ato parti që mendonin. Mbas 2 ditësh, zoti Rama doli dhe tha që po zgjedhjet ishin të mira, dita e zgjedhjeve ishte e mirë. Mbas 3 ditësh tjera, zoti Rama doli dhe tha, jo, zgjedhjet nuk i pranoj. Sepse dua të hap kutit. Pse? Sepse kishte humbur zgjedhjet. Për shkak të humbjes së partisë së tij dhe detyrimit për t'u larguar si kryetar partie, Rama pengoi integrimin e vendit për 4 vjet të rresht. Bojkotoi parlamentin. Bëri grevën e urisë deputetëve. Bëri 21 janarin. Dhe mbas gjitha këtyre, prapu ulëm për të bërë një marrëveshje, se politika e kërkon marrëveshje, nuk është tradhtim marrëveshje, është marrëveshje në interes kombëtar. Dhe përcaktuam bashkë me Bashkimin Evropian 11 pika. Nga ato 11 pika, 8 prej tyre Rama i votoi. Por 3 të fundit nuk i votoi dhe e sabotoi marrjen e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Kjo është një vepër antikombëtare. Por kjo nuk ka vetëm pasoja politike apo emocionale, apo po themi, sigurisht që po t'jemi vend kandidat, ju do t'ishit shumë më të lirë për gjithçka. Po them gjë më e thjeshtë. Parat që paguan një student i cili është i një vendi kandidat ose vendi europian, janë shumë më të ulta në shkollat europiane se sa për ata që janë qytetarë jo të Bashkimit Evropian. Po flas për një element. Mos i kthehemi pensioneve të atyre shqiptarëve që punojnë atje, që po të jenë rezident, por nga një vend i Bashkimit Evropian ose kandidat, kanë tjera shanse dhe mundësi. Maqedonia është vend kandidat, merr 50 euro për frym nga Bashkimi Evropian për projekte në radhë parë për bujqësinë, për kapitalin njerëzor, arsim, kanalizime e të tjera. Shëndetësi sigurisht. Shqipëria nuk është një vend kandidat dhe nuk merr 50, merr 28 euro për frym. Diferenca është 22 euro. Nëse ne do të themi në një llogari të shkurtër, po bëjeni këtë llogari dhe kuptoni se sa e rëndësishme është. Nëse do të themi 22 euro për 3 milion shqiptarë, po themi, nuk po e marrim 3.2, 3.4. Po marrim 3 milion shqiptarë. I thon 66 milion euro në vit. 66 milion euro në vit kur gjithë botën e ka pllakosur kriza globale. Shqipëria po qëndron fort dhe po vazhdon të investojë dhe të eci përpara. Por 66 milion euro në vit më shumë, janë shumë, nuk janë pak për ne. 66 milion euro nga 2009 në 2013. 266 her 4 bëjnë 266 milion euro. 250 deri në 300 milion euro është kostoja e pjesës së pambuluar për ta mbyllur përfundimisht projektin infrastrukturor të një Shqipërie zhvilluar që do ta bëjmë 4 vitet e ardhshme. Mund ta kishim të bërë sot, po të mos kishte sabotuar Edi Rama dhe Partia Socialiste. Prandaj, punët janë të qarta. Kush punoi për këtë vend? Cili është modeli i stabilitetit, i qetësisë, i moderacionit, i zhvillimit, i mbijetesës pozitive në një kohë krize? Shifni ku është Greqia, ka vajt 27% papunësia. Shifni ku janë italianët, shifni ku janë spanjollët. Dhe modeli tjetër, që është modeli i gënjeshtrës, modeli i mashtrimit, modeli i bllokimit. Tesin së bashku për një fitore të madhe në zgjedhjet e 23 qershorit. Përpara